Aulona Musta eftuar në emisionin Fan Club ka hidhur dritë mbi marrëdhënien mes Brikinës dhe Mateus, duke sugjeruar se mund të ketë më shumë se sa duket. A është e mundur që Brikina të ketë një histori jashtë shtëpisë Big Brother VIP? Kjo pyetje ka ngjallur interesin e publikut dhe ka krijuar një atmosferë misteri rreth dinamikës së tyre. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Gjatë diskutimit, Aulona theksoi se Mateo ka shprehur një pëlqim të dukshëm ndaj Brikinës. Megjithatë, ajo shprehu dyshime se në lidhje me ndjenjat e Brikinës, duke sugjeruar se ajo mund të jetë e ftohtë dhe e prerë në qëndrimin e saj. Kjo situatë krijon një tension interesant me dy personazheve, duke lënë hapësirë për spekulime. Një nga momentet më të diskutueshme ishte kur Brikina deklaroi se nuk kishte pasur asnjëherë të dashur, vetë për të ndryshuar më vonë këtë narrativ duke pranuar se kishte puthur më parë. Kjo kontradikt ka ngjallur kuriozitetin e publikut, duke i bërë ata të pyesin se çfarë fshihet pas asaj. E siç duket, Brikina pas ka pasur një të dashur që po e fshi prej kohësh. Brikina sipas Aulonës mund të ketë frikë nga pasojat e një historie jashtë shtëpisë. Kjo frikë mund të jetë një faktor që ndikon në sjelljen e saj dhe në mënyrën se si e menaxhon marrëdhënien me Mateun. Kjo situatë e bën atë personazh të intrigueshëm për publikun. Me kalimin e kohës, marrëdhënia mes Brikinës dhe Mateus do të vazhdojë të jetë në qendër të vëmendjes.